Dita Nikola. Dini kush është Dita Nikola? Ajo që shkatroi arsimin, ato studentët që vërshuan dhe ky gjatje mbrojti. Jemi duke ndjekur live momente nga protesta në ditën e saj 34, Arditi më korrigjoi, tha dita dhe nata e 34, në fakt, sepse protesta fakt nis prej orës 7 pas ditës së fundmi. Prej orës 6 nisën në ditët e saj të para, u shtyp për 7 dhe sigurisht jemi duke ndjekur moment pas momenti zhvillimin e saj, teksa ky është momenti që qytetarët mbajnë fjalën aty në zonën përpara kryeministrisë. Është ende herët për marshimin, me sa po kuptoj. Ora është 21:35 minuta. Që do të thot, brenda 10 minutave një zyrtarisht dhe marshimi në zonat të ndryshme të Tiranës, ndërkaq nesër data 4 korrik pritet të jetë një protestë masive. Se si dhe çfarë do ndodh, sigurisht do të jemi tu në Euronews Albania për të ndjekur hap pas hapi. Arbër të marrim një koment, sepse për gjatë ditëve të fundit ka patur dhe zhvillime të reja dhe nga protesta, se dua ta ndërfuz her pas here dhe çfarë është duke ndodhur përpos zhvillimeve të tjera politike. Ditët e fundit kemi ndjekur faktin, pra zhvillimet e fundit na vinë që me datë 4 pritet një protestë e madhe, dy arsye, ditëlindja e SBA-s, po i them kështu shkurt, e pavarësisë, edhe ditëlindja e Zotit Rama, rikthehet diaspora, ndërkohë një lajm i fundit vjen po ashtu nga ana e protestuesve që duan krijimin e disa institucioneve i kanë cilësuar, kuvend, këshill dhe asamble kombëtare nga kjo protest. A kemi të reja të fundit? Nuk është se ka një informacion zyrtar që vjen për kanale komunikimi zyrtare, sepse nuk është ende një institucion i krijuar politik ose një organ i dal nga protesta. Po nga rrjetet sociale qarkullon një foto që thuhet ka qenë mbledhja e parë e Këshillit Koordinues, Këshillit Kombëtar të protestës, dhe aty kanë dalë edhe shumë figura që një pjesë i njohim, janë gazetarë. Kush janë? Po, nuk e di nëse keni foton në rrjetet sociale, është zoti Sazanguri, ambientalist, është, mos gabohem, Armir Shkurti, kolegë gazetar, po, që ata që njohunë, se ka shumë, mund të jetë gati 100 veta, nuk është se njohë të gjithë. Po flas Ferdinand Dervishi, kolegu jonë gazetar, Jurisi Erion Murataj, kjo është mbledhja e parë e koordinatorëve, se organizatorë jo, me sa po kuptoj. Nuk jam i qartë, asun, të jemi sinqert, në rrjetet sociale pash, ishim mbledhur tek në një sallë konferencash në kryeqytet, e pash edhe... Sot është kjo, është takim... Orët e pasdites, mos gabojmë. Sot është kjo? Po, regjia mund të na ndihmoj, kam shumë do ta ketë foton, por nuk jam... Pas ka dalë Rama, do më thënë. I sigurt nëse... Në fakt, zoti Armir Shkurti në fakt, zoti Armir Shkurti e ka postuar në rast se regjia mund ndihmoni pak nga rrjetet sociale zotit Shkurti që thot, po ka mundësi ta lexoj edhe më shpejt, ndoshta për ndihmuar dhe Arbrin në koment. Çfarë emocioni thot me erdhi dhjetori i 1990-s mars 92 në mendje dhe në shpirt 80 shqiptar, thot zoti Shkurti në Facebook, me kokën ulur dhe vendosshmëri punuan me vetmin qëllim kuvendin kombëtar qytetarët protestë. Atëherë kjo është zyrtarisht edhe mbledhja e parë për krijimin e kuvendit kombëtar qytetar të protestës, ë? Është një status, një... Gjithmonë unë po e citoj më një herë nga figurat, se ndoshta njohim më shumë. Unë me një sy të parë njohja 4-5 veta. Ndoshta ka dhe emra të tjera, nuk e di. Do kemi shoh Flora Xhemanin, ekspertën e turizmit, po ashtu Sevim Arbana, po ashtu kjo është fotografia dhe kjo është postimi. Regjia po mundet vetëm edhe pastaj ta kemi mundësi dhe në lehtë për të identifikuar ndoshta edhe emrat të tjerë. Me sa po shikoj. Po, faleminderit regjia. Kjo është Kemal Ramës. Pra kjo është Artur Meçollari, tani që po shikoj. Pra nuk besoj që këta janë njerëz të Ramës, ë? Për ato që njeh, po, për ato që nuk njeh, po. Themu që është Ramës. Si, ata që njeh, ata që janë njerëz të Ramës. Për kuvendin kombëtar. Unë aty për shembull shoh njerëz, s'po i them sot emrat, s'po i them. Shoh njerëz që para një viti kanë qenë angazhuar për bler volla për Tiranën. Në këtë fotografi? Disa në atë fotografi. Kush janë? Unë s'po i them emrat sot, do t'i them një herë tjetër. Okej. Deri para një viti kanë qenë të angazhuar duke bler volla për Tiranën. Tani thot bëj parti politike tjetër, Partinë 155, i vë një kapele protestës. Protesta me një parti politike më shtesë do jetë prapë fort, por nuk përfshin dot të gjithë. Edhe forca e kësaj proteste është se janë gjithë brenda. Dhe ne që jemi dy gishta, dhe ata që marrin grushtin lart, dhe ata që s'kan asnjë parti, janë gjithë për një qëllim për të zgjuar Edi Ramën.
magjia dhe forca e kësaj proteste ishte pikërisht drejtimi anonim i saj. Të shqetëson krimi institucioneve? Nuk më shqetëson, më shqetëson institucioneve është fjalë e madhe, unë kam ndjekur disa herë, po ta keni ndjekur edhe ju, ta Ulan Ballan, ka 2-3 herë që thot nuk negociojmë presim përfaqësi nga protesta. Partia tha do ulemi do negociojmë përfaqësi nga protesta. Pra, ka një insistim nga majoranca dhe kur refuzoi kërkesën e PD-s për të kaluar parlament, për të kaluar këto kërkesat e protestës, tha ju nuk mund nuk ju njohim ju si përfaqësues protestës. Pra ka një nxitje indirekte nga zoti Rama që protestat ketë një kokë, një kapele. Nuk ka gjë të keqe. Problemi është që ti kur i vë një kokë apo një kapele, një lëvizje të tillë, e ke bërë partinë 127-5. Ke frikë që mund ta zvogëloj fuqinë e kësaj proteste qytetare? Kjo sigurisht që zvogëlon, e kthen objektin politik. Dhe pastaj Rama është një mjeshtër i mirë për të krijuar diversione. A do duhej një ekip drejtues deri më tani këto 34 ditë shpytur po një gjë. Jo, ka koordinator, ekip drejtues. Drejton një dorë. Dhe është mirë që drejton një dorë anonime, sepse e bën të pamundur kapjen e kësaj dorë anonime. Kurse kur ambicet për të bërë karrierë politike, dhe kjo sigurisht është një shans shumë i madh. E thye nevojën e madhe që t'jenë të gjithë bashkë për të rrezuar. Ramën mendoj që është rrugë e gabuar, është kurth. Edhe kush e bën në mënyrë naive, sinqert, edhe kush e bën në një paramendim. Mbajeni shënim po ja them këtu, në rast se kjo ndodh, Rama mund t'ju jap po projekton një forcë opozitare alternative me cilën do negociojë më tetë ndaj pushtetit. Unë aty shoh njerëz që kanë punuar për Edi Ramën para një viti në zgjedhje. Kaq po them. Me që jemi duke folur pak për protestën. Dakor. Ka emra që mase nuk njehen në publik, po janë aty brenda. Ne nuk do t'i hyjmë analizave ndoshta në emrat përveçëm. 5-6 veta janë kështu figura shumë publike për këtë figura shumë publike. Ata që njohen. Janë sa që nuk janë publike. Dakor. Nuk i njoh, të gënjej. Jo, nuk keni si të njeh. 5-6 i njoh, kolegët gazetari i njoh dhe di që janë njerëz idealist, nuk janë njerëz përfshirë politikisht. Një pjesë e tyre dhe kam respekt, nuk e di pastaj pjesa tjetër çfarë them, nuk është se i njoh të gjithë. Iliana, krimi institucioneve, strukturave, institucione shpërdoru nga ata, unë po i citoj ata cilët e kanë sjellë në vëmendje këtë moment, strukturave, është pyetur nëse do ketë një lëvizje, nëse do krijohet si parti politike, nëse do vazhdojë në këtë mënyrë qytetare, çfarë të krijon ty. Dhe një koment, si një nga gjërat që është diskutuar shumë në këtë studio, që shumë demokratë shkojnë në proteste dhe Eduard Trokasi dhe zoti Berisha ka bërë tiri her pas herë. A ka ndonjë përjetim ndryshe për ju kur thonë Rama burg, Berisha burg? Unë besoj që Berisha e ka sqaruar vetë këtë thirrje dhe nuk marr përsipër të sqaroj asnjë deklaratë që ka sqaruar vetë zoti Berisha. Ndërsa ajo çka do dua të diskutoj është pikërisht kjo loja e pisët që Rama po bën me protestën. Kam qenë në krye të protestës studentore, besoj se mbani mend. Eksakt. Protesta studentore është një model se si duhet shpërtuar kjo. Jam telefonuar personalisht nga zoti Rama shumë minuta për të qenë pjesë e një takimi me zotin Rama dhe kam refuzuar për të qenë pjesë e një takimi me zotin Rama, sepse kam respektuar protestën studentore, kam respektuar vullnetin e studentëve dhe kur protesta nuk është e jotja, ti nuk mund ta marrësh përsipër dhe të shkosh të negociosh. Ti mund të negociosh për emrin tënd, po jo për qindra mira qytetarë që dalin në shesh dhe ata nuk dalin për lëvizje politike. Ata dalin kërkesa tyre primare është dorëheqja e Edi Ramës pa negociueshme. E ndoqë për Arber, më lejo të them, Edi Rama është mjeshtër propagandës dhe në mesin e asaj proteste patjetër që ka edhe njerëz të Edi Ramës, të cilët Edi Rama e ka pjesë edhe në protestën studentore e ka përdorur. Atëherë, interesi i Edi Ramës është që t'i marrë ata si negociator dhe t'i thërrasi ose t'jetë ura lidhse për të ulur disa prej tyre në negociata. Unë jam me protestën dhe me sheshin me qytetarët të cilët më lejoni të them që unë kam parë në atë protestë qytetarë krejt pa interesa politike, krejt pa interesa personale. Po, edhe interesa të kundërta politike, por më lejoni t'ju them që Edi Rama në këtë moment për t'i shtuar diçka mikut tim, unë dua t'i them që Edi Rama nuk do ketë kohë për të bërë marrëveshje politike me asnjë parti të re. Atëherë më lejo të them dhe po ta them enkas nga kjo studio, Edi Rama nuk do ketë kohë për të bërë asnjë lloj marrëveshje më politike, sepse hallet e Edi Ramës, se vetëm një njeri në hall
mund të veprojë ashtu siç vepron Edi Rama. E pat sot se si i sulmonte mjekët të cilët i ka lënë pa vigona, mjekët të cilët i ka lënë pa shtratëra në urgjencën kur unë kam çuar babain, mjekët të cilët janë pa ilaçe, mjekët të cilët marrin rrogat më të ulta, mjekët të cilët i diskrediton çdo ditë, sot sulmin dhe fajin për protestën ja kishin mjekët. Se ti mendon është gjë e lehtë të hapi Kongresi Amerikan hetim për lidhjet qeverisë me drogën? Pikërisht e thash, por duke qenë se ishte tema, unë dua t'i them Gretës që hetimin që ka hap Kongresi Amerikan për lidhjet e Edi Ramës me drogën dhe më lejoni që dosja e Arubës dhe dosjet e tjera që kanë ardhur nga partnerët tanë, më lejoni t'ju them që zyrtarët të rëndësishëm të Partisë Socialiste kanë ardhur dosje të cilat janë të përkthyera, janë vetëm për firmë dhe për ekzekutim. Ata po presin që të marrin pushimet në mënyrë që t'i shtyjnë deri në shtator, por do duhet 1 minutë përpara të veprojë sa më shpejt spaku me dosje që kanë ardhur nga jashtë. Unë mendoj ta them këtë se do ndihmoj në analizë. Kam përshtypjen se do ta lësh pak arbër sapo cilën pak ujë, timi që do të duhej ujë. Unë mendoj që plani i Ramës është. Plani i Ramës është. Pra Rama e di do iki. Rama përgatit bashkëqeverisjen apo qeverisjen e vet pas etiki. Se mendon që mund të kapë në pozicion tjetër. Dhe i duhet një mbështetje. Nga ku? Sepse Nga 313? Nëse nuk shkon atje, planin e ka të shkojnë vend tjetër. Ati i duhet një parti për të ndarë nuk marrë më pushtet. I duhet një parti aleate për të ndarë pushtet. Nga ku? Nga hiqi? Dhe gjëja më e mirë, ku ka gjë më të mirë për Ramën se të manipulojë një fuqi të tillë, të nxjerrë një parti alternative, që thotë të rrëzon sistemin, por në fakt shpartallon përfundimisht opozitën dhe PD, dhe nesër mund të ulet të bashkëqeverisi me PS-n tjetër. Deri në skenar mendoj që mund të shkojë. Nuk shtim se s'ka për të qenë. Rama ka kry punë, Greta. Rama ka kry punë. Po PS-ja jo. Tani, PS-ja patjetër ka një qasje ndryshe. Kam një qasje pak ndryshe. E para punës nuk besoj që Rama ka qenë interesuar që të ndodhte kjo protestë. Pra kjo është një protestë që nuk është në kontrollin e zotit Rama. Dhe fatmirësisht me përjashtim të ndonjë elementi, nuk është as në kontrollin e zotit Berisha. Dhe kjo është pjesa më e bukur e asaj proteste. Dhe thirrja Rama-Burg, Berisha-Burg, opozitë shitur, është nga thirrjet e cilat ka bërë bashkë pjesën më të madhe të njerëzve atje, sepse ata e bëjnë përgjegjëse si PS-n, si PD-n për problemet që ka vendi. Dhe kjo është ajo që i nxjerr njerëzit në shesh. Nuk është se i nxjerr një porosi e Ramës që mund të ketë 5-6 veta, po kjo është si të shikosh një film me spionazh. Unë nuk shikoj filma me spionazh, i kam lënë kam vite. I kam parë kur isha shumë herë, kur isha student, dhe më pëlqenin që të shikoja gjithmonë një teori konspiracioni, ose shikoja aty mbrapa ka diçka se është kjo, se është ajo. Jo, ata janë të rinj, nuk është se manipulohen dhe nuk janë aq aguridh sa duken. Janë njerëz të lexuar, janë që vinë nga shkollime të mira, janë pjesa më e madhe, se ka dhe element të cilët mund të jenë nga forumet partijake të pakënaqur, por kjo se bën nuk do thotë që janë në kontroll të njëjtit ose të tjetrit. Dhe pastaj për të futur në element që lidhen me vijimsinë, unë jam që ajo protestë duhet të ketë një organizëm i cili nuk po flas të negociojë, po të hedhë tezat. Të thuash ti ki kryeministri nuk është tezë, është denoncim. Pra duhet ekip drejtues tonë ju që të negociojë, bisedojë me... Për mua, nëse do të vrasësh, sepse nuk ka interes Rama me këtë pakënaqësi që të ketë një parti politike, sepse do humbasin vota, dhe ato nuk janë vota që i merr PD-ja. Po sot i ka gjitha të humbura, ma. Sot i ka gjitha të humbura. Çdo. Po pikërisht. Mënyra më e mirë se si mund t'i vënë në krah është po t'i bëj një kokë kapele politike. Po absolutisht. Sepse ai ata po thonë. Po pse kërkon sot Rama? Ata po të thonë. Pse kërkon Rama sot përfaqësi? Ai është një truk PR-i. Jo, më është truk PR-i. Protesta. Ai është truk PR-i. Këshillën e Ramës për ta zgjidhur ka humbur. Ai është thjesht do ta Dgjoj, ai do ta zbusi, sepse ata i thon pjesa që është e panegociueshme. Do përfaqësi, dhe këtë që përfaqësi. Ai mendon ta zbusi, por si mund të zbusësh një strukturë e cila thot pjesa që është e panegociueshme është dorëqja jote. Si u zbulën studentët? Është thjesht, është totalisht ndryshe. Është Siranë totalisht ndryshe. Ja po ta them se kam qenë me shtyrë. Ja se po ta them unë. Më fal. Studentët kërkonin kushte më të mira në universitete, kërkonin në konvikte, nuk kërkonin dorëqje. Ndërsa rasti konkret është shumë e vështirë të negociosh me një ekip. Por mashtroi. Me paktin për universitetin mashtroi. Më fal, një sekondë. Dhe i gënjeu dhe PD-ja dhe LSI-ja vajti sabotori. Më fal, një sekondë. Çdo protestë është politike dhe kërkesat janë politike, nuk janë partijake, po politike është ajo, patjetër. Ka interes për mua,
si njëri që ka mbaruar shkenca politike, është pikërisht që kjo të mos konkludojë në një lëvizje qytetare në Rama ka interes i ul numrat e kësaj proteste. Mund të ulësh numrat. Numrat i ul duke vënë një kapele politike në tokë. Jo. Si jo, unë i pari shkoj më në parti. Ora, unë nuk shkoj në parti, Kush e qëllimi i protestën nëse nuk i të rëzohet Edi Rama më zotni. S'ka nevojë fare vetëm kjo more. Çfarë vjen më pas? E do vi PD. Unë jam aty rëzohet Edi Rama. Ti i Rama vi PD-ja. Se duan ata. Unë jam aty, po mirë pra Po nuk e duan ata ti. Ata thotë ikën të dy. Ata po dëgjon, aty ka qindra mira demokrat, të cilët nuk shkojnë proteste. Po kam edhe mira, mira më ka thënë. Unë. Mund të jenë socialistë. Po ka dhe ndërista aty more burr. Po çfarë bën bashkë të forcë, bën bashkë kërkesë unifikuar pa kokë, dorëheqja e Edi Ramës. Dhe qeveri teknike. Në rastin që ti më thua, në rastin ti më thua, ne jemi kuvendi kombëtar që bëni aplikime online për ministra. Po kështu e bëri. Si Bilinçi, Petër Magjar kështu. Atëherë unë nuk kam puna protestë, as demokratët, kam shpintim të rregulluar, nuk i rregullosh shpintim. Petër Magjar kështu e ka bërë me Facebook. Strategji e Ramës. Jo, nuk është strategji e Ramës, absolutisht. Jo. Kjo mos ketë asaj si një parti politike, i arrit numrat apo ja ul numrat? Si? I arrit numrat apo ja ul numrat? Për mua. Po çfarë parti politike kjo? Po absolutisht i arrit numrat. I arrit numrat. Po unë i pari shkoj më. Jam demokrat, unë kam shpintime. Po ti shkon me konflikt interesi. Si u shkon me sepse ti thua ti shkoj me Berisha. O vlla, unë do të them ti. Jo, pra prit. Ata nuk kanë mirë për të shesh, po s'kan si më çfarë dua unë. S'kan çfarë dua unë. Ata nuk kanë çfarë dua unë. Unë do një shtëpi në mal. Çan si ka? Planet e mia një. Ora planet e mia një çan si ka? Ty do të duhet numri, mos të devijo. Mos bë debat ndershëm. Arber, bëj më ndershëm çfarë do të them unë? Më ndershëm se kaq. Po më dëgjoj çfarë do të them. Unë atë shesh në një parti tjetër politike nuk shkoj vlla, se kam partinë time ku të shkoj. Gjithashtu dhe unë. Po më fal. Atëherë numrat e mi të duhen atë shesh ty? Më falë. Si siguron numrat e mina të sheshti, duke thëmë nuk se një parti, kemi një qëllim. Edi Rama do reqen, qeveri teknike. Ka shpun qeveri teknike kush e zgjedh? Kush e negocion? Kush e negocion? Parlamenti. Po thot kushtetuta Arbër. Parlamenti. 140. Bra, ne po themi që çdo sistem i kapur nga kryetari. Po s'kam qeveri teknike. Deputetët do të vendosin qeveri teknike pa 140 deputet parlamentin në dorë. Po s'do të jesh kushtetues më. Por po s'do të. Po ushtrim kur drejtojmë. Do ta kontrollojmë prapë me këtë sistem. More, a jemi në vetë në botë paralele? Ora Arbër. Numrat janë parlament. Qeveria teknike emërohet në parlament, more harroni të punë se bën po patjetër, atë po them dhe unë. Po kjo qeveri teknike që shkon duhet bëhet kjo parti politike. Për qeveri teknike që të shkosh zgjedhje parakoshme. Apo jo. Po si do shkosh zgjedhje parakoshme me ministra të cilët caktohen nga parti politike, jo nga një strukturë që negocion për emra. 140 deputet do i vendosin ministrat. Po pikërisht pa kush do negocioj për emra. Po do jenë njerëz jashtë ajo është marrëveshje politike. Ju thoni që do të riqet Rama dhe do t'i vendosi vetë deputetët e PS-s pa Ramën. Po jo, do jenë njerëz, protesta që do t'i thotë jo këtë emër, nëse do imponojnë. Protesta pra, jo partia politike që krijon sonte. Si do vendosin emra? Ore partia politike të bëjë një protestë, të bëjë një qeveri teknike ku do të vendosin PS-ja dhe PD-ja. Protesta njerëz të cilët janë jashtë partive politike, jo po ta jo partia më vëlla. Cila parti më burr? Ka një parti ai miku im Krishtiku Osmani. Partia Adheu do i kërkoj parlamentet për qeverinë teknike. Po protesta më të gjithë bashkë. Si të gjithë bashkë? Po të gjithë bashkë unë s'jam rase ti më shpall parti. Ai është një. Unë jam me ty në rase nuk ka parti. Po ti do jesh në fund që do ta vendosësh. Po dia do ta vendosi. Unë aty jam qytetar. Po në rase ti më thua, hajde si qytetar, ti demokrati. Por unë jam i partisë time, nuk të vijon brapa më. Do përfitoj Shqipëria. Do të protesta po u shpall. Po pse mos jesh në tim Krishtik? Ti ora sepse unë jam mediat, pse do mos kam shumë në Partinë Demokratike. Unë do bëj luftën Partinë Demokratike, shumë kam darën mandë. Për mua të protesti më do. Nëse do jetë një strukturë, do të jetë një strukturë që do pranojë të gjithë. Edhe pse të zgënjur dhe po do të zgënjur. Si do pranojë të gjithë? Ai strukturë që nuk e dim kush janë emrat. Shqipëria më. Po kjo është Shqipëria që kanë bërë fushat për Shqipërinë. Çfarë thua ti? Mirë, ti kur shkon në zgjedhje, kërkon vetëm votën e demokratëve. Po zotni, unë aty shoh njerëz shqiptarë që kanë bërë fushat për janë në detyrë më. Unë kam parë gjyqtarë prokurorë që janë në detyrë. Unë shikoj njerëz atje që kanë qenë shumë të ashpër dhe të egër me zotin Rama. Po kurse unë shoh njerëz që para një viti kanë bler vota për Edi Ramën.
Po më thënë emrin, po t'ja bëjmë. Tash s'po ta merr ti bën publiko. Ka qenë shumë kolegu Po më këto, po them ka mendoj me Fond të protest, të bëra një vizë, të bëra një vizë, të vura një vizë, o Arbër, emra që nuk i njeh. Të thash emra që nuk i njeh, aty janë 80. Po mirë. Dhe në fotografi që mëzore, ka 3 emra që unë di kanë punuar për të blerë votat Partia Socialiste para një vit e gjys. Tani thoi bëj parti duke marrë protestën në Cila shpaku i ka përgjimës? Se kanë lëra. Për mua një kërkesa politike duhet të ketë një zgjidhje politike. Por në parlament, po në parlament po jo jashtë kushtetutës. Më fal një sekondë. Pra ajo protest thot, jo Berisha, jo Rama, ti thua, në fund fare ta mos ka Berisha me Rama. Atëherë më fal. Ku është kuptimi? Qeveria teknike, qeveria teknike ka bërë se u ka diçka nuk u vendosa që bëj trezor se 2 nuk dëgjohemi, 3 jo. Jo partia politike që më thua. Kjo është një parti politike. Unë po ti isha si Rama, si PD-ja, apo çdo deputet. Nuk ulemi në parti në rruga. Po jo me partin në rruga. Ndërkohë, do jetë zotërisht, ka njësur zyrtarisht edhe marshimin, ndërkohë që ne jemi duke bërë skenariot e mundshëm për vazhdimsinë e kësaj proteste, gjithashtu duke komentuar edhe një fotografi e cila me sa duket ka nisur me një herë edhe debatin të fundit apo të parin lidhur me këtë kuvend i cili ishte paralajmëruar. Se shoh, para. Ndjekim pak sekonda çfarë është duke ndodhur me marshimin dhe me një herë kalojmë në studio. Pak sekonda. Se shoh atë. Është përçarje e protestës? Po, absolutisht. Aty do shkosh po. Do të jetë. Shkosh, a bër, vizë po, aty ka pasur banda. Jo, po fotografi duam. Tash nuk e di më se rinj. A njeh ti? Po, më sa po. Po pasur banda. Ja se kam. Nuk kam qenë staf të gjithë mos e kujtoj. Nuk kam qenë staf të gjithë. Banda. Kjo është Shqipëria. Se particia, ma ka më mirë ishte se gata. Pas fotografisë e cila është duke qarkulluar prej pak minutash në rrjet, teksa shihet si një lloj mbledhje e parë e strukturës më të re të kësaj proteste, që është kështu e kanë cilësuar kuvendi kombëtar i saj, kanë nisur dhe reagimet e para duke filluar edhe çfarë është duke ndodhur në studion ton për të komentuar gjithçka që mund të sjell nisja apo krimi i kësaj strukture, se fjala institucion është fjalë e cila merr një lloj konotacioni tjetër, qoftë edhe ligjor apo jo zoti Kume. Kjo lloj strukture, emrat të cilat janë aty si përfaqësues, si koordinator, si organizator, do kemi mundësi që t'i ndjekim më tej se si do të zhvillohet deri tek mënyra se si interesohen. E ceku, nëse nuk gabohem, do të Çollaku që tha se si është menduar mënyra e regjistrimit të pjesëmarrësve, herë me grupe WhatsApp-i, herë me aplikime online. Fakt, kështu ka qenë përgjatë këtyre ditëve se si ata mund të marrin pjesë në këtë kuvend, ndërkohë që ka ende shumë pikpyetje se çfarë do të ndodhë më tej. Është dita e 34, dita dhe nata e 34 që jemi duke ndjekur këtë protestë, e cila ka pikpyetjet e saj, që do të vazhdojë të jetë kështu, pra në këtë mënyrë organizimi, a do krijohet një lëvizje e re, do krijohet një parti e re politike, krijimi i strukturave të reja, çfarë nënkupton? Do kemi më në fund një ekip drejtues, pra fytyra të cilat mund t'i lidhim me këtë protestë e cila ka patur si zëra pro dhe si zëra kundër të këtij organizimi. Ndërkaq, teksa jemi duke ndjekur gjithçka që është duke ndodhur, nesër kemi një tjetër moment rrëndësishëm të kësaj proteste, 4 korriku pritet të jetë një protestë
e madhe. Si ajo e datës 20 qershor nëse nuk gabon. Shpresojmë të jetë. Shpresoj të proteste madhe, shpresoj të ketë pjesëmarrje nga gjithë Shqipëria, shpresoj të ketë pjesëmarrje edhe nga trojet shqiptare. Emigrantët janë më shumë ftoftuar që do kthehen. Nga Kosova, nga Maqedonia, unë jam totalisht refuzues me tezën që u themi shqiptarëve në Kosovë ç'pun keni u këtu dhe ne të Shqipërisë atje ç'pun keni u këtej. Por jo thash, shqetësimi im i madh është sepse mendoj që krijimi i një subjekti politik në protestë është një strategji vrasëse të qeverisë për ta të paktën për ta përgjysmuar protestën. Fuqia e kësaj proteste ka qenë pikërisht te ky drejtim, ka një drejtim, por ka një drejtim në anonimat. Pra kjo garanton praninë e të gjithëve, dhe ne demokratëve që nga dy gishta, dhe atyre enverizëve që vinë me grushtin si Enver Hoxha, dhe njerëzve pa parti, dhe grive, dhe fanatikë partisë, të gjithë janë në të shesh. Kjo ka qenë forca e asaj proteste. Dhe ka qenë pikërisht ky element që ka trembur, që tremb qeverinë. Çështja se nuk kanë me ku të kapen dhe si ta quajnë. Në momentin që kësaj proteste vihet i kapele, mund të jenë gjysma burra të mirë, mund të jenë gjysma burra mashtrues, mund të jenë gjysma shumë të ndershëm, mund të jenë gjysma që duan me karrierë politike, është e drejtë atyre, por kjo jo mbi kurizin e një nevoje të përgjithshme. Si mund vazhdoj një protest kështu? Duke e shtrënguar. Duke e shtrënguar te kërkesa kryesore që kshu nis. Pra kjo është apresë protestës. Ore, kjo do vazhdoj derisa të jap dorëheqjen e Edi Rama, pikë. Po nëse nuk e jep dorëheqjen do vazhdoj protestë. Si vazhduan në Beograd, 1 vit, 2 vjet. Po ata thonë edhe iki Berisha në Burg. Po siguras Berisha çfarë do bëjnë? Berisha në Burg. Do dalin prap. Do iki Rama, do kërkojnë diki dhe Berisha. Edi Rama është metaforik, kuptoheni. Çështje politike. Largimi i të dyve, se e kanë Berisha e fut gjykata. Në rast se gjykata gjen të fajshëm e çon. Po në rast se gjen pa fajshëm, është metaforike. Ajo është metaforike. Si ku Berisha sa që ka mund në lidhje me fotografinë. Zotri Çollaku, zoti Hidaj, zoti Çollaku, zoti Hidaj. Ata thonë ata. Ata thonë ti iki Ti të dy thonë. Ure legjitime. Ata thonë ti iki Berisha. Po si mund të vinë thonë të shpia ime, hiq televizorin vajnë banjo. Po ata kërkojnë të ikur kryeministri i qeverisë, mos ton Rama si kryetari i PS-s. Nuk i thon Rama si sekretari i PS-s. Si i thon Berishës të ikin pastaj. Po sepse qeveria është institucion shtetëror. Ore Iku Rama do vazhdoj protesta që të ikë dhe Berisha. Çfarë do? Po Berisha nuk është pushtet. Ore Berisha nuk është pushtetër. Po bëj protestë, pastaj bëj protestë vinë në shtëpia ime, pse i ke në vetë vetë, sa në kaf. Berisha nuk është pushtet. Rama menaxhon taksat e shqiptarëve. Demokratët Berishën e kanë zgjedhur demokratët. Një sekond. Berisha ata mund kjo është pjesa që unifikon. Një sekond. Sa ata i shikojnë bashkë. Edi Rama menaxhon taksat e shqiptarëve, të lutem. Dhe shqiptarët kanë të drejtë ti kërkojnë dorëheqje atij që menaxhon taksat e shqiptarëve. Ai i cili ka marrë përsipër të bëjë politika publike për shqiptarët. Më fal një sekond. Edhe zoti Berisha ka të njëjtin funksion si partisë, si parti qytetare, si parti qeverisë. Më lejo të them. Njerëzit mbajnë edhe deputetë e PS-s dhe deputetë e popullsisë. Më lejo vetëm 2 fjalë shkurt. 2 fjalë zoti Kume ka zotri një sekond, ju lutem. Pozja kuçanse zoti Kume kanë qenë mbështetëse e protestës prej ditës parë dhe jam çdo ditë në protestë bashkë me familjen time. Në atë foto patjetër që ka njerëz që unë i njoh dhe që kanë pasur edhe në betejë, edhe në protesta të ndryshme, por në atë foto ka edhe njerëz përfaqësues të bandave kriminale. Po miro, nëse ka përfaqësues të bandave kriminale, është kaq e thjeshtë. Cili është zoti Kume? Mund të thoni kush janë dhe e kuptojnë ata gjithë familja, banda kriminale ato. Po miro, çfarë do bëj? Çfarë do bëj? Është nëna, është zonjë, ka familje, si do dali se kjo Leriana këtu studio dali mbroj luftën e bandave kriminale ku një shtet i tër nuk i godet, ku një shtet i tër i promovon parti politike. Ai ka futur aty me qëllim. Dhe ka futur aty me qëllim? Ja, nuk se dia këtë, më bëj ato dy themi një gjë. Më fal. Tani unë ditë të them. Tani t'ju pyes pak zoti Kume se më thash se keni një informacion të fundit. Po, çfarë di deri më tani? Ka qenë një propozim i bër nga zoti Kryen Drituri, nga Dukati, i cili ka kërkuar që të bëhet një organizim i tillë, pra të bëhet Asamblea Kombëtare Qytetare, Këshilli Kombëtar, konsideroni si doni, dhe ka bërë një grup në WhatsApp. Këtij grupi në WhatsApp janë bashkuar rreth 1000 persona dhe kanë vendosur që ky Këshilli Kombëtar ose veni emri si doni ju të bëhet nga 150 deri në 300 persona. Ka edhe njerëz PD-s aty, taj 1000, që ta dish në atë grup WhatsApp-i. Dhe përfaqësues dhe zyrtar të Partisë Demokratike. Dhe një tjetër. Apo jo. Dhe krijimi
Dhe edhe pse... Por janë njerëz me impakt publik, ka individ që mendojnë që këto organizime të tilla të protestës mund të çojnë më mbrapa në krijimin e të një partie politike, në fakt, këta që po organizojnë janë kundra kësaj gjëje. Tani për ta... Nuk po kërkojnë që të krijojnë një parti. Për ta kuptuar, zotë Puna. Po kërkojnë që të krijojnë këtë këshill të qytetarëve që janë pjesë e protestës, i cili pastaj do fillojë të dalin ato deklaratat e veta, kërkesat e veta. Për ta kuptuar. Po ndodhi kjo, unë i kërkoj PD-s dalin nesër të çojë përveçsi politikisht me flamurin e PD-s në protestë. Po pse? Po ti pse do vesh flamurin e partisë? Po jo, nuk, ai po thotë të kundërtën, ata po nuk do ta krijojnë. Ky që ka kërkuar, ky që është iniciatori i kësaj gjëje. Tani zoti Kuna ta bëj pyetjen e drejtë për drejtë, tani ke krijuar parti. I këtë punë. Jo, pse duhet të zgjon të jetë? Pra, këta duan krijimin e disa strukturave brenda protestës për të negociuar. Për të negociuar, për të shpalosur kërkesat e tyre. Kërkesat e shpalosur. Kujt e Kërkesa kryesore e kësaj proteste kush është? Është Dorëqa e zotit Rama. Ai ka thënë nuk ike. Ai ka thënë nuk ike. Kërkesa që vjen vimësia e kësaj kërkese është të krijojmë një qeveri tranzitore me teknicien. Pyetja që lind. Qeverinë me teknicien, kush do ta miratoj? Parlamenti i Republikës së Shqipërisë. Kush është në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë? Deputet Partisë Socialiste, deputet Partisë Demokratike. Këta së bashku do krijojnë qeverinë. Rusia bashkë edhe Shqipëria bëhet. Po. Edhe PSD. Në fakt, me deputetet e Partisë Socialiste, bëhet qeveriare, se i kanë ata, nuk ka nevojë fare për dakord me një pjesë. Në ato grupe që janë përçarë brenda Partisë Socialiste, po nuk po futemi. Të lutem, me këtë profesor, me këtë negociojnë. Emrat e kësaj qeveri teknike. Nga do dalin. Me Tiranën do negociojnë. Atë po them dhe unë. Jo më do të kërkohen po prap nga protesta më. Nëpërmjet këtyre organizimeve që po krijojnë. Edhe emri ministri do të caktojë protesta. Do negociojnë për gazim online, po ka gati ai punë biletë. Vazhdon protesta. Protesta. Po çfarë do bëj? Protesta do hiqim me Tiranën do bëjmë. Jo, po do negociojmë me Tiranën. Do negociojmë me Tiranën apo si jap punë me një tjetri. Se për të hequr Ramën jam dakord te protesta. Po për të thënë punën e tjetrin, fal çfarë se unë e kërkoj punë për vetë, si ta kërkoj vetë. Po hiqim me Tiranën, edhe me Tiranën bis. Për të hequr Tiranën jemi të gjithë aty. Për të bënë, për të gjithë njërit punë, Rom, apo në ëndër për deputet, nuk është kjo rruga. Dil në levoza, dil në levoza, jo të vishë në sakrificën time. Unë jam aty për të hequr Ramën. Kush është protesta, se protesta, ju thoni gjithë protestë, ndryshim sistemi, rregulla barabarta. Nuk është iki Rama dhe Berisha. Nuk është iki Rama dhe Berisha. Ata nuk i duan asnjërin ata. Pra ata nuk u dinë. Kush do vi? Të shikojmë 500.000 demokratë. Nga do vi që do vi. Nuk duan asnjërin. Nga do vi më vëllai që do vi. Po nuk duan të PD-s ata. Ora po në marrë nuk do, po them si do vi. Si do vi, si do vi sistemi. 500.000 demokratë. 500.000 demokratë. Si do vi, do vi me vot në zgjedhje. Do bëjmë ministrin aty ata. Ora kam një pyetje, 500.000 demokratë. 2 milionë e qytetarë dalin nga vota qytetarë. Nuk ka dalë për PD-n atje. Por ti kupton më shumë kjo që bën. 500.000 demokratë, një sekond. O zotëri, 500.000 demokratë, më fal lutem. 500.000 demokratë që kanë votuar Partinë Demokratike dhe votojnë Partinë Demokratike, ku do t'i çosh ta? Urdhëro më përgjigj tash. Jo, Karine, si më një sekond. Ti the një gjë që dish. Që ke bën mjeshtër diversioni shumë. Jo, një sekond. The një gjë të bukur. Mjeshtër diversioni. Po e bën diversion biseda. Shmang të gjitha pyetjet që po bëjmë që s'ke përgjigje. S'ke përgjigje. Ky është diversion. Mjeshtër. Tani më fal. Mjeshtër. Mos bë diversion. Drejtuesi është mjeshtër diversioni mos bë. Çdo pyetje që është mjeshtër diversioni. Mjeshtër diversioni. Çoja kamë. Mos u shmang nga thelbi. Si të ndërtohet parlamenti i ri, do ta përcaktojë njerëzit. Shikoj, ja mjeshtër. Drejtuesja. Diversion. Jo me fare. Ky është diversion. Ky është diversion. Ky është diversion. Kjo s'ka lidhje me kauzën politike. Kjo ka lidhje me qëllim. Është diversion kjo. Se nuk janë politika. Është diversion kjo, jo. Diversion bën më shumë. Bën më
më shumë ju që jeni më shumë. Ma kalon të diversioni, se ke eksperiencë vërkontare më mirë se po mua. bën diversion. Unë po të them, po më kërkon si do jetë sistemi i ri, po të them përmes zgjedhjeve të reja, ku të votojnë shqiptarët. Jo përcaktojnë shokët tua apo të mi ministrë atje. Po lëre burtani, po është protesta roli. Po shvide ka partia politike aty. Tani të iki njëri i PS-s, po shvide më ka partia politike tani. Po s'është çështje dëshi. O Arbër. Po se shparti. O Arbër, një sekondë. Ata shkojnë aty. Të jetë dikush mbi palët. Kur për Po çfarë? jo ta zgjedhin përsëri palët ta votojnë, po jo ta zgjedhin ato jo ligjërisht, po për zgjedhjen mos ta bëjnë ato. 140 deputetët janë idiotë në parlament që do të votojnë shokët tu dhe të mirë për të bërë ministra qeverisë teknike, ha? Pra, ti Këtë thonë ata. Atëherë kjo është parti tjetër, kjo është i gjesh punë thonë ata. shokutat. Atëherë gjej punë shokutat. Aty 100 njerëz nuk janë të gjejnë punë shokët tu dhe të mi. Janë të zonë Tiranës. Prandaj do vishte teza ime që do të ketë një strukturë që të futet absolutisht kjo teza e Tiranës. Do futet politikisht. Kjo është strategjia e Ramës për protestën. Në të kundës do ketë sukses. Kjo është në rast se këta do bëjnë parti politike, kjo protestë është e përgjysmuar. Dhe minimumi suksesi do t'jetë që Rama të maca nga këta, t'i bëjnë qeveri 3 me vetën. Ta përfundoj Arbëri. Jo, nuk është. Këtu do jemi. Nuk është kjo. Po këtu do jemi. Cila është teza jote, Arbër? Po shpallën parti. Po nuk shpallën parti, është bisedë i Çfarë thon protestuesit? Po insistoj dhe po kthehem atje. Jo çfarë them unë. Nuk duan që të iki Berisha dhe Rama dhe të zgjedhin kush do jetë kryeministra ata të dy. Ata thonë të ikin këta dhe te përzgjedhja të jemi dhe në pjesë. Jo të ikin këta të dy dhe këta të dy të vendosin se kush do jetë në krye te qeveria tranzitore. Te qeveria tranzitore. Tranzitore mjafton kriteri. Mjafton kriteri. Jo politik e kanë dhënë. Ata s'mund ata të thonë se do negociosh emra. Jo de jure. Pra shikon pra që është halli emrave. De jure. Është halli punës shokëve. Ata thonë de jure, mos këta ta zgjedhin, por mos e përzgjedhin emrin këta. Po kush të përzgjedhin? Kush të përzgjedhin emrin? Të jenë këta pjesë të diskutimit. Jam dhe unë atje, pse mos them unë emrin? Po shko, s'ke shkuar. Si s'kam shkuar? Është do ditë protesta. Është do ditë protesta. Kush ka thënë hajde se ta do mlidhë në organizim. Nuk kam Te grupi koordinator, organizator, koordinator. Këtu e mora vesh ekziston. Po dhe unë këtu e mora vesh. Është konspirative. Është konspirative. Unë e më për ditë protestë. Sa vjen ra aty janë protestë. Njëri që gjithë tjerën ka skandal që me protesta në establishmentin politik aktual. A një zoti Kurçaj, me që zoti Hita dhe zoti Çollaku nuk njohin asnjë nga organizatorë. Ju njihni ndonjërin prej tyre për të orientuar? Edhe unë njeh një pjesë mirë. Një pjesë, jo gjithë. Do të orientoni zotin Çollaku kur shkojnë në protestë. Unë jam në protestë. Të afrohen me koordinatorët. Disa një më nga ta, po shumë që nuk i njoh, pas më ka shkuar mendja të shkoj të marr protagonizëm, shkoj si qytetar. Çfarë më do jepi apo Për çfarë? Për ministër sa shoka mund të dish ti. Dgjoj. Kjo protestë shokë sot duhet për ministra. Kjo protestë qëllim kryesor. Kjo protestë nuk ka këtë qëllim. Ndryshimin e establishmentit politik në Shqipëri. Po si bëhet kjo? Rikthehemi edhe një herë tek. Ora kjo bëhet vetëm nëpërmjet një mënyre. Dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër. Vetëm nëpërmjet votës. Eksakt pra. Kjo nuk ndryshon. Eksakt. Tani se si do arrihet deri aty. Tu të paktën po arrim në një konsensus, me sa po kuptoj me ju njëri tjetrin. Të drejtohet shteti dhe të lindin institucionet e shtetit nëpërmjet mbledhjes. A duhet përfshirë diaspora? A duhet përfshirë diaspora sepse shumë nga qytetarët e diasporës kanë shprehur dëshirën e madhe të tyre për të qenë jo për qenë ministra, për të qenë pjesë ka kërkuar ndryshimin e kodit zgjedhor. Prandaj kjo protestë ka kërkuar ndryshimin e kushtetutës. Këto ndrojnë sistemin. Këto ndrojnë sistemin. Këto janë instrumenta për të ndryshuar sistemin dhe për të mundësuar. Eksakt. Për t'i dhënë një shans ndryshimit të establishmentit të vjetër politik të këtij vendi. Tani se sa do arrihet kjo çështje? Është çështje që mbetet për të parë. Por është për të thënë një gjë. Po, më thuaj. Në gjithë këto vite demokraci, kjo protestë është e veçantë. Për nga lloji, për nga konzjatja, për nga entuziazmi, edhe përfshirja, gjithë përfshirja. Edhe për nga gjithë përfshirja dhe numri të rinjve që marrin pjesë në të. Revolucioni i të rinjve, Gen Z. Për ta qartësuar se mbytëm me zhurmë pak më parë, ndjes mas e përtonë. Unë kam përshtypjen që Arbri dhe ti je shumë i qenisht të dy shumë të qartë. Me taktika diversive. Se dy jemi. Për mendimin tim, kjo protestë ka qëllimin kryesor, dorëheqjen e Ramës. Po, e dyta. Përpjekjen për një sistem të ri, për një ndryshim të ri, një Shqipëri të re është shumë e bukur, një sistem të ri politik. Si mbërjet kjo gjë?
Shqipëria ka një problem madhor, zgjedhjet. Zgjedhjet lira të ndershme. Ne kemi zgjedhje që nuk i pranojmë palëve njëri tjetrin. E thotë se bëdiri. Pak muaj kemi zgjedhje prap. Kemi prap. Lokale. Zgjedhjet që pra, ç'a mund bëj protesta këtu? Sigurisht të imponojnë ndryshime kushtetuese. Ato ndryshime kushtetuese 2008-s ty heq vlerë. E dyta një kod zgjedhor të pranueshëm, të garantuar, të monitoruar. Mund të shkojë edhe më tej, të hapur, mund të shkojë edhe më tej. Mund të shkojë të jap vlerë institucioneve të vendit. Pra ne jemi një vend pa institucione shtetërore. Ne kemi një president që s'është president. Një president që të ketë fuqinë të bllokojë një qeveri apo të imponojë një qeveri, e di kur është debati në Kosovë. Duhet presidenti i fortë, presidenti i butë. Ne këtu s'kemi fare. Populli, një sekond. Shto kërkesa të arsyeshme, protesta me forcën qytetare ka mundësi të imponojë. Sigurisht Parlamentit shqiptar të detyrohet të shkojnë te këto qëllime. Pra një kod zgjedhor, ndryshime kushtetuese, dorëheqje qeveri teknike, kjo më realizohet. Në rast se ndodh kjo, protesta ka kryer misionin e saj. Pastaj bë parti politike, futu ka zgjedhje, fitoi bë ministër Masar Dush. Për mua kjo është Themi në sekondat e fundit, kjo është protesta më e jashtëzakonshme. Dhe një president që ka gjithë qytetarët e tij në shesh dhe ka ikur në drejtim të paditur, për mua unë nuk arrita kuptoj. Si ka ikur në drejtim të paditur? Po ne nuk e dim ku është presidenti. Ne nuk e dim ku është presidenti. Të lutem. Përtej batutave e dashur Greta, përtej batutave, më fal pak. Atëherë, një president i cili popullin e tij e ka në shesh dhe nuk kam parë asnjë postim, asnjë mbështetje, asnjë suport për popullin e tij. Për mua, ky nuk është presidenti i shqiptarëve. Më fal, ky është noteri Edi Ramës. Ky është noteri dhe rroktari Edi Ramës. Më lejo të them nga ana tjetër, avokati i popullit. Avokati i popullit është kujtuar pas 30 dhe sa ditëve për të shkuar pranë qytetarëve. Dhe një avokat populli që është avokat populli duhet jetë pikërisht për popullin. Ka patur, unë kam një informacion që i ka patur ekipin e tij duke monitoruar se ky është i zënë shumë, ky është i zënë ka punë të mëdha, ky ku është ky? Për çfarë paguhet ky? E pam para disa ditësh. Cila është çështja më shqetësuese për avokatin e popullit kur dhuna këto ditë ka qenë, unë dënoj me ashpërsi dhunën policore ndaj protestuesve. Ishte aty në komisariat. Si ky avokat i popullit mbas 30 dhe sa ditë u kuptua që është populli i tij në shesh, prandaj e dashur Gret, ka rënë institucionet, ka rënë shteti dhe në një vend ku ka rënë shteti do duhet me patjetër që të merren fatet, do duhen burra shteti, shtet formues për të kthyer ose do doli gjë. Si jemi sekondat e fundit nga një fjali në sistemi politik. Kush më shumë se presidenti mund të stabilizonte situatën. Duke thënë qeverisë, o plotëso kërkesat e protestuesve ose më çon zgjedhje. Pyetje. Kush e ka bërë sistemin kryetarokracinë? E ka bërë PS-ja pa PD-n? E ka bërë Rama apo ka bërë Berisha? Ama çfarë diskutimi tani ka? Kush i bën ndryshimet ata në vitin 2024? Për çfarë janë shesh ata? Po pikërisht. Janë për pensionet, janë për rrogat, janë për onkologjikun, janë për arsimin, janë për shëndetësinë, janë për shpresën e munguar, janë për fëmijët e larguar. Po pra, ata më fal, një sekond. Ata në shesh janë ata në shesh, më fal, ata në shesh janë për hallat e tyre të përditshme. Tani nëse duan të bëjmë makro, dhe ta çojmë në nivel makro, e çojmë në makro. Nëse do ta ulim në kërkesat e atyre qytetarëve, ata qytetarët i nderuar, qytetarët tani kush e ka bërë sistemin zgjedhor? E ka bërë PS-ja? Tani të lutem. Madje sistemin që ke aktualisht është propozimi i PD-s në 30 korrik. Deputeti i PD-s ka votuar kundra. I vetmi, ndër të paktën. Tani më fal, ata po thonë tani, ju thoni të iki Rama, dakord ikën Rama dhe këta ti thonë nesër Berisha dhe Rama nga prapa skena të vendosin kush është ministra. Jo, nuk e pranojnë një sekond. Prandaj këta do të kundër. Dhe thonë sistemi. Jo, mos nga qeverin teknike me sistemin. Sistemi do shkon në zgjedhje Ka problem nga PD-ja që e përqafon këtë kërkesë. Cila kërkesë? Këtë pjesë e ndryshimit të sistemit. Ka pranuar vetëm qeveri teknike thot zoti Berisha, silleni, po jo ndryshim sistemi. Sepse jeni drejtën e kryetarë për ndryshim sistemi. Unë jam për shikon ka hile e përcaktojnë zgjedhjet. Ka hile e përcaktojnë zgjedhjet. Ka hile po ja Kjo është hile pra që bëjmë. Kemi qenë për listat hapura, kam qenë prej fillimit dhe vazhdoj ta them jam për listat
hapura që deputetët të dalin me vota nga qytetarët. Mos e rikthemi, zoti Kume me listë mbyll, se jemi në sekondat e fundit. Zoti Kume si një njohës shumë i mirë i sistemeve zgjedhore. Ma për momentin, ka një forum të partive opozitare, ku ata unë dhe diskutojmë një Do ta mbyllim, nuk kemi kohë. ndryshimin e sistemit zgjedhor. E kemi mikrofonat e hapura. Një nga propozimet, Dëgjojeni. një nga propozimet që ka marrë dakordsinë e zoti Berisha është sistem Për ta kombëtar, mbyllur. proporcional me lista të Kjo është bashkëqeverisje me Aty përshëndes se çështja e diskutimit të sistemeve zgjedhore, sistemit Kjo zgjedhor është qeveria ardhshme e Ramës. cila? PS-ja pa Ramën, plus me një grup të majtë do marrë kontrolin e kësaj proteste, është bashkëqeverisje e ardhshme. Zoti Çollaku. Rama ka ca punë me Kënaqësi që të kisha në studio. Po do vazhdoj të bashkëqeverisë. Sonja Kuçana, faleminderit shumë Krejsi që të kisha në studio. Faleminderit shumë Krejsi që të kisha në studio. Zoti Ida, faleminderit shumë Krejsi që të kisha në studio. Faleminderit shumë dhe kolegëve të cilët në moment pas momenti na transmetojnë pamjet palotshëm, në përgjatë këtyre 34 ditëve. Dhe një thirrje për protestuesit largëduar nga gazetarë, se kanë qenë disa të cilët i kanë Edhe sot kishte një incident. Kjo është e turpshme. Ata duhet ta kuptojnë që aleatët më të mirë që kanë në këtë betejë janë mediat. Dhe dhe është një imazh shumë i shumtuar ai i cili për cilët duke qenë se kjo protestë është lavdëruar, duhet trokitur shumë për gjithë elementet paqësor edhe larpamës dhe qytetarësh që ka treguar. Faleminderit shumë që na ndoqët, ndoshta mund ta mbyllim pak me disa pamje nga protesta çfarë duke ndodhur atje dhe natën e mirë shihemi sërish nesër në review, natë për sonte.